Profesori Enver Bytyqi ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të Baton Haxhiut, duke akuzuar se është njeriu më i lidhur me Serbinë në hapësirën shqiptare. Ai thotë se është e pamundur që njëkohësisht edhe Albin Kurti edhe Batoni të punojnë për Serbinë, dhe sipas tij veprimet e këtyre dy figurave tregojnë qartë kush është në shërbim të kujt. A mund të punojnë edhe Batoni edhe Albini për Serbinë? E pamundur, nëse edhe ju besoni, nuk mundet që të dy të jenë në shërbim të Serbisë. Sipas praktikës së sjelljes që kam demonstruar, cili prej tyre ka më shumë shanse të punojë për Serbinë? Nuk është nevoja të japim prova, faktet, dëshmi të kontakteve midis këtyre dy personave për të provuar se kush punon për Serbinë. Është e mjaftueshme thënia e Miloševićit përballë Batonit në Hag: "Ti Batoni je joni", ose vrapi Aleksandar Vučićit nga podiumi në sallë për ta përqafuar me mall Baton Haxhiun. Dhe e kupton se kush punon dhe çfarë bën për Serbinë, ka thënë profesor Bytyqi në një deklaratë për Bota Sot. Ai rikujton edhe deklaratat e Haxhiut, sipas të cilit pas 20 vjetësh nuk ka më çfarë të kërkohet për ta dënuar Serbinë për krimet e kryera në Kosovë, dhe se për tu pajtuar me Serbinë duhet i jepet asaj veriu i Kosovës. Nuk po e përmend për të disatën herë deklaratën e Batonit, se tash pas 20 vjetësh nuk kemi çfarë të kërkojmë për ta dënuar Serbinë për krimet e Kosovës, dhe se për tu pajtuar me Serbinë duhet t'ja japim asaj veriun e Kosovës, ka rikujtuar profesori. Në këtë kontekst, profesori pyet: kush punon për Serbinë? Kurti, që vazhdimisht dënon krimet e gjenocidin serb, apo Batoni, që kërkon t'i falen ato? Albini, që punon për të qeverisur gjithë Kosovën edhe veriun, apo Batoni, që me shkop tregues në hartë dëshiron t'i fal territorin Serbisë? Albini, që nuk ja jep dorën Vučićit, apo Batoni dhe shefi i tij, kryeministri i Tiranës, që puthen në buzë me presidentin serb? Tani kush punon për Serbinë? Kurti, që vazhdon e dënon krimet e gjenocidit në Kosovë, apo Batoni, që kërkon t'i falet asaj krimet? Kush është në Serbinë? Albini, që punon për të qeverisur gjithë Kosovën edhe veriun e saj, apo Batoni, që dëshiron me shkopin tregues në hartë t'i fal territorin Serbisë? Kush punon për Serbinë? Albini, që nuk ja jep dorën Vučićit, apo Batoni dhe shefi i tij, kryeministri i Tiranës, të cilët puthen në buzë me Aleksandar Vučićin, përfundoi profesori. Kujtojmë se analisti Baton Haxhiu në një intervistë për ABC News e akuzoi kryeministrin në detyrë Albin Kurti për populizëm dhe delir politik, duke thënë se me veprimet e tij rrezikon pavarësinë e Kosovës dhe pakon e Ahtisarit. Në parashitjen e tij televizive, Baton Haxhiu deklaroi se Kurti është i parësyeshëm politikisht, se pavarësia e Kosovës është ndërtuar mbi pakon e Ahtisarit dhe se çdo tentim për ta kaluar atë rrezikon gjithçka që është krijuar. Ai shtoi se evropianët dhe amerikanët janë të shqetësuar dhe paralajmëroi se ambasada e Kosovës mund të degradohet në nivel të dytë e të tretë.